sot këtu në zemër të Prishtinës, nxënësit e shkollave nga ky qyteti janë bashkë për të shënuar këtë ditë olimpike dhe për t'u bashkuar bar botës me moton Let's lëvizim, let's move. Nxënësit e shkollave që sot janë të buar këtu në Prishtinë rumbullaksojnë një maraton të shënimit të ditës olimpike. 26 komuna mira nxënës të mbar Kosovës janë përfshirë në projektin e ditës olimpike. Dhe ja sot, Kosova përmes jush, përmes kësaj pamje, përmes kësaj panorame fantastike që keni krijuar me ngjyrat e radhëve olimpik, e dërgojmë mesazhin në mbar botën që Kosova është pjesë e lëvizjes olimpike në mbar botën me moton që e feston edhe Komiteti Olimpik Ndërkombëtar Let's Move. Përshëndetje të gjithëve, të dashur fëmijë, arsimtar, gjithë të pranishëm, mirë se keni ardhur në këtë ditë e veçantë, ditën olimpike. Fëmijë të dashur, a e dini se çka do të thotë dita olimpike sot? Është dita ku festojmë sportin, dita ku festojmë shëndetin, lumturinë e juve fëmijëve. Unë dua t'i falenderoj gjitha komunat, sepse ky vit ka qenë mjaft masovik, edhe kemi pas përkrahje të jashtëzakonshme nga gjitha komunat e Kosovës, 26 komuna. Dua t'i falenderoj gjithë arsimtarët të cilët na kanë përkrahur masovikisht, fëmijët e dashur që kanë qenë aktiv, dhe kjo ditë pra është e veçantë për gjithë ne. Dita olimpike dhe motoja e kësaj dite, Let's Move apo televizor, është shumë e rëndësishme për ju fëmijë të dashur, sepse televizim na bën të shëndetshëm, të mirën me sport. Besoj që shumica për juve mirën me sport, disa të tjerë kanë synime të mirën me sport. Me çfarë sporti mirëni ju? Cilën sporti doni më shumë ti? Futboll, not, judo, karate. Bravo, ju lumt. Nuk është më rëndësi, të gjitha sport janë të mira, vetëm duhet të jeni aktiv, të lëvizni të mirëni me sport, sepse sporti ju bën të lumtur, ju bën të shëndetshëm, ju bën të njihni miq të ri, jo vetëm në Kosovë, por mbar botën. Kështu që mirë me sport, për shëndetin juaj, për lumturinë juaj. Sot janë me mira fëmijë këtu në sheshin e Prishtinës, mirë po në gjithë botën me miliona fëmijë festojnë këtë ditë të veçantë të ditës olimpike. Edhe njëherë, fëmijë të dashur, faleminderit shumë që jeni këtu. Komiteti Olimpik do të jetë gjithmonë krah jush. Gjithmonë do ta keni për krahin tonë, sepse ju jeni ardhmja e Kosovës. Mirën me sport, ne do t'ju ndihmojmë gjithë juve, që të jeni të shëndetshëm, të jeni të mençur dhe ta përfaqësoni Kosovën në arenën ndërkombëtare më së miri, ashtu si që pra përfarsojnë edhe sportistët tanë në arenën ndërkombëtare. Urimi kjo ditë e veçantë dhe kënaquni sot me aktivitetet të cilat e organizon Komiteti Olimpik Kosovës. Shihemi pra, faleminderit shumë. E falenderojmë presidentin Krasniqi. Tash bëhemi gati që edhe njëherë duke kërkuar vëmendjen e juaj fëmijë të dashur, ta presim anëtarin e bordit të Komitetit Olimpik, zotin Halil Sulemani, që është njëri edhe presidenti i Federatës së Atletikës, e ju që doni më marrë me atletik, tash ta dëgjojmë edhe përfaqësuesin e asaj që njihet mbretëresha e sporteve atletika. Akoma kemi kohë, mos shkojmë atje te starti, s'kemi nevojë të shkojmë te starti. Zoti Sulemani. Faleminderit Artan, faleminderit të gjithë ju që keni ardhur bashkarisht të vrapojmë, të bashkohemi, të tregojmë se jemi të shëndosh, të mirëmi me sport e kryesisht me atletik. Sepse atletika është mbretëresha e sportit, apo? Faleminderit. Unë, sekretari komisionit të Komitetit Olimpik të Kosovës, me stafin tim, kem punu që një muaj e gjys për këtë ditë ta shënojmë dhe që tregojmë edhe Federatës Botërore të Atletikës edhe Komitetit Olimpik Ndërkombëtar që ne kemi fëmijë, vajza dhe djemë të cilët së këtë ditë do të shënojmë në paqë dhe në liri bashkarisht të gjithë së bashku. Mos e zgjati se presidenti e që i thash shumë fjallë, andaj tani mundemi të bëjmë hapjen e kësaj gare,
këtij vrapimi të bashku të arrijmë ne ku kemi qëllimin tonë. Ju përshëndes dhe përgëzime.